Për ata si unë që e kanë ndjekur Trej Atlas që nga hyrja e tij në sistemin diellor, transmetimi i sotëm i drejt për drejt i NASA-s duhet të shënonte një pikë kthese. Pas muajsh pritjeje imazhet e kapura nga Mars Reconnaissance Orbiter duke përdorur kamerën HiRISE, një instrument i aftë të dallojë detaje vetëm disa metra në sipërfaqen e Marsit, më në fund u publikuan. Që nga 2 tetori ne kishim pritur të vëzhgonim strukturën e bërthamës, gjeometrinë antibishtit dhe mbi të gjitha çdo të dhënë që mund të sqaronte natyrën e objektit. Ajo që morëm në vend të kësaj ishte e pahabitshme, por në mënyrën më frustruese të mundshme. Një flullske vetme, e ndritshme, pa detaje, strukturë ose ndonjë informacion të dobishëm. Një sferë mbi ekspozuar shumë larg llojit të rezolucionit që HiRISE është në gjendje të ofrojë. Efekti është i krahasueshëm me fotografimin e një llambe drite në errësirë, shumë dritë, zero përmbajtje shkencore. Pjesa më problematike megjithatë nuk ishte vetë imazhi, por mungesa e plotë e shpjegimit. Askush nuk ka shpjeguar pse një sensor që mund të dallojë një shkëmb në Mars nga një distancë prej 300 kilometrash prodhon në këtë rast rezultate kaq të dobta. Askush nuk e ka trajtuar enigmën e energjisë së nevojshme për të gjeneruar rrymat e vëzhguara në javën e fundit. Askush nuk ka shpjeguar pse antibishti vazhdon të tregojë drejt diellit në kundërshtim me sjelljen e pritur, dhe askush nuk i është drejtuar shumë mospërputhjeve që janë grumbulluar gjatë muajve të fundit. Narrativa zyrtare ka mbetur e ankoruar në të njëjtën mapë të vjetër. Trej Atlas është një komet dhe asgjë më shumë. Por shkenca nuk vazhdon me mantra, ajo vazhdon me prova, dhe kur provat nuk përputhen me shpjegimin e propozuar, detyra e shkencëtarit është të bëjë një pyetje shumë të thjeshtë. Çfarë na mungon? Imazhi i treguar sot, dhe veçanërisht ajo që nuk është thënë, nuk sqaron dyshimet, vetëm i zgjeron ato dhe pastaj pyetja bëhet e pashmangshme. Nëse HiRISE është në gjendje të kapë hije në një guri 20 cm të gjatë në sipërfaqen e Marsit, pse e shohim Trej Atlas vetëm si një sferë verbuese? Aktualisht ekzistojnë 3 mundësi. Sensori mund të jetë ngopur nga emetimi i dritës jashtëzakonisht intensive, por kjo nuk pritet nga një komet e zakonshme. Ose kamera mund të jetë kalibruar gabimisht për një objekt kaq të afërt dhe të ndritshëm. Është e mundur, por kjo ngre gjithashtu pyetje. Dhe një mundësi e tretë është se vetë natyra e objektit mund të jetë përtej aftësive të zbulimit të kometave të larta, duke bërë të nevojshme një hetim shumë më të plotë. Ende nuk e dim se cila nga këto hipoteza është e saktë, por një gjë e dim me siguri: sjellja e Trej Atlas vazhdon të ndryshojë nga parashikimet tona, dhe gjatë transmetimit të drejt për drejt të NASA-s, askush nuk ju drejtua anomalive të saj. Jam shumë i zgënjur edhe pse e prisja. Po flasim për një institucion shumë burokratik dhe mantra vetëm një komet ka mbizotëruar. Sa herë që një fenomen astronomik i shpëton modeleve standarde, shkenca kërkon që ne ta hetojmë, jo ta shpërfillim atë rastësi. Nëse do ishte vërtet një komet e thjeshtë, konferenca e sotme do të kishte shpërndar dyshimet. Përkundrazi, i amplifikoi ato. Shikoni se çfarë mendon publiku. Gjatë transmetimit të drejt për drejt të NASA-s, ajo që ishte më habitshme nuk ishte ajo që u shfaq, por ajo që u shmang me kujdes. Agjencia thjesht ripropozoi të njëjtat imazhe që komuniteti shkencor ka analizuar në punime gjatë muajve të fundit, pa ju drejtuar anomalive që vetë kanë ngritur. Asnjë përditësim, asnjë analizë e thelluar, asnjë kontekstualizim i mospërputhjeve më të dukshme. Pjesa më zgënjyese megjithatë doli gjatë seancës së pyetjeve dhe përgjigjeve. Askush nuk pyeti pse NASA nuk i kushtoi as edhe 1 minutë imazheve thelbësore të HiRISE, as pse të dhënat e papërpunuara ose parametrat e kalibrimit nuk u treguan. Askush nuk pyeti pse 12 anomalitë e sjelljes së Trej Atlas të dokumentuara, të diskutuara dhe tani të njohura mirë as nuk u përmendën. Askush nuk pyeti se si është e mundur që një objekt me një bërtham të vlerësuar prej 5 kilometra të nxjerrë më shumë masë se sa mund të përmbajë, një fakt i sugjeruar pa më dyshje nga zgjatimi dhe shkëlqimi i rrymave të vëzhguara. Askush nuk pyeti për shpejtimin jo gravitacional të zbuluar në javët e mëparshme, një fenomen që kërkon një forcë aktive të orientuar për të shpjeguar, jo sublimim të thjesht izotropik. Këto nuk janë kuriozitete marginale, ato janë pyetje themelore për të kuptuar natyrën e objektit. Shkenca përparon kur i adresojmë anomalitë, jo kur i injorojmë ato. Dhe konferenca e sotme për fat keq zgjodhi rrugën e kundërt. Ajo shmangu qëllimisht atë që do të kishte kërkuar shpjegim.
deri kur nuk do të ketë një përgjigje të qartë për këto pyetje legjitime, të dokumentuara dhe empirike, përsëritja e faktit që Trej Atlas është një komet e zakonshme nuk do të jetë e mjaftueshme sepse të dhënat thjesht tregojnë një histori tjetër. Nuk ka prova të qarta të një anije kozmike aliene që po vjen drejt tokës. Unë kur nuk e thash këtë. Ka shumë dizinformata në internet. Ne thjesht po i kërkojmë NASA-s të shpjegoj anomalit, jo t'i shmang ato. Duhet të them se asgjë vërtet e re nuk erdhi nga konferenca e NASA-s. Një orë para ngjarjes, një gazetar më pyeti se çfarë prisja dhe unë u përgjigja qartë. Asnjë njoftim të madh. Prisja që NASA të përsëriste mantrën zyrtare. I Atlas është një komet natyrore dhe të justifikonte vonesën në përpunimin e të dhënave me mbylljen e qeverisë. Dhe imagjinova se imazhi me rezolucion të lartë do të ishte pak më shumë se një shkëlqim i turbut, njësoj si ai nga teleskopi Hubble. Shpresoja të provoj se gabosha, por kjo nuk ndodhi. Disa të dhëna të reja u tregon vërtet, por asgjë që hedh dritë mbi natyrën e vërtetë të objektit. Ata rishikuan vëzhgimet për të cilat tashmë dinim dhe këtyre ju shtuan kontribute të tjera, por imazhet mbeten të paqarta dhe pa detaje të rëndësishme. Për shembull, madhen zbuloi hidrogjen, një informacion i dobishëm për vlerësimin e prodhimit të ujit, sepse hidrogjeni vjen nga ndarja e molekulave të ujit. E njëjta gjë vlen edhe për hidroksidin e zbuluar disa javë më parë. Të gjithë element që na lejojnë të nxjerrim një shkallë prodhimi uji, por asgjë që adreson natyrën e vërtetë të objektit. Pyetje pa përgjigje rreth Trej Atlas. Dhe ne tashmë e dim se dioksidi i karbonit është shumë më i bollshëm se uji. Paradoksalisht, të dhënat më interesante nuk janë as ato të treguara sot, por ato të mbledhura në 2 javët e fundit pasi Atlas kaloi pas diellit. Nga toka ne vëzhguam një rrjet të shumë fish të rrymave të drejtuara në drejtime të shumë fishta. Deri më tani, ato kanë ardhur vetëm nga teleskop amator, por janë imazhe interesante që kërkojnë absolutisht vëzhgime nga teleskop më të mëdhenj. Çështja e përshpejtimit jo gravitacional mbetet gjithashtu e hapur. Është ende duke u llogaritur dhe diskutuar dhe momenti vendimtar do të vijë më 19 dhjetor, kur Atlas do të jetë në afrimin e tij më të afërt me tokën dhe ne do të jemi në gjendje të shfrytëzojmë fuqinë e plotë të teleskopëve toksor Hubble dhe James Webb. Deri më tani, nga një këndvështrim rreptësisht shkencor, konferenca e NASA-s ka ofruar shumë pak. Një nga 12 anomalit që rendita ka të bëjë me përbërjen kimike të objektit. U zbulua një prani e konsiderueshme e nikelit, por nuk u zbulua hekur për katës. Një raport kaq ekstrem, nikel hekur, nuk është vërejtur kurrë në asnjë koment të njohur dhe nuk ka kuptim nga një këndvështrim astrofizik. Nikeli dhe hekuri prodhohen së bashku në shpërthimet ujore dhe hekuri është më i bollshëm se nikeli në përbërjen diellore. Edhe asteroidet metalike të pasura me nikel janë gjithashtu të pasura me hekur. I vetmi vend ku ekzistojnë sasi të mëdha nikeli me shumë pak hekur është në industrinë hapësinore, ku prodhohen lidhje speciale. NASA e hedh poshtë të gjithë këtë gjë si thjesht një komet tjetër të çuditshme nga një mjedis tjetër, por kjo nuk është një anomali e vogël, është një shenjë që meriton vëmendje. Anomalia më shqetësuese, e cila as nuk është përmendur sot, ka të bëjë me madhësinë e objektit. Nga grupe të ndryshme të dhënash, jo vetëm ato në internet, Atlas duket se ka një bërtham me diametër të paktën 5 kilometra. Kjo e bën atë 1000 herë më masive se kometa ndërhyjore 2019 Borisov dhe rreth 1 milion herë më masive se Oumuamua. Ky është një fakt që duhet të shokojë çdo që është i përfshirë në shkencën planetare. Nëse gjejmë objektin e tretë më të madh të parë ndonjëherë që buron nga hapësira ndërhyjore, diçka nuk është në rregull. Statistikisht duhet të kishim vëzhguar një numër të madh objektesh më të vogla më parë, jo këtë gjigant. Por askush nuk e ngriti çështjen në konferencën e NASA-s. Një tjetër veçori e anashkaluar ka të bëjë me shtrirjen e tij orbitale. Atlas udhton saktësisht në planin e ekliptikës, planin në të cilin orbitojnë planetët. Kjo është jashtëzakonisht fat për NASA sepse lejon pothuajse të gjitha instrumentet e saj ta vëzhgojnë atë pavarësisht. Por është një ngjarje jashtëzakonisht e rrallë. Vetëm
1 në 500 objekte do të hynte në sistemin diellor me një pjerësi kaq minimale ndaj ekliptikës. Edhe kjo është një rastësi që meriton një diskutim shumë më serioz. Shkurt, NASA preferon ta paraqes Atlasin si një komet egzotike nga një mjedis i largët dhe i ndryshëm, por shmang angazhimin me pikën e saj qendrore dhe, nëse do ishte e natyrshme, ekzistenca e saj kërkon një ripërcaktim të plot të fabrikave kozmike që prodhojnë objekte ndërhyjore. Një objekt kaq i madh, kaq i rrallë, kaq i mirë organizuar dhe kimikisht kaq i pazakomt, sa kërkon të paktën ndershmëri intelektuale për të pranuar se ka diçka që nuk e kupton. Më kanë pyetur nëse Atlas mund të ketë udhëtuar më shpejt se shpejtësia e dritës apo përmes një wormhole. Këto janë spekulime që nuk i përkasin fizikës që njohim. Relativiteti i Einsteinit ndalon shpejtësitë superdritë. Wormholet, nëse do të ishin të mundura, do të na lejonin të shkelnim shkakësinë. Nuk kemi prova për ekzistencën e tyre. Sa i përket udhëtimit me shpejtësi afër dritës, edhe nëse një objekt do të bënte një udhëtim të tillë, ne nuk do ta shihnim. Teleskopët tanë nuk do të ishin në gjendje ta regjistronin atë. Do të dukej si një gjurmë me zbet dhe e paqartë dhe do të injorojë. Ky është një efekt vëzhgues për zgjedhje mbi origjinën e Atlasit. Ne nuk mund ta përcaktojmë moshën e tij. Shpejtësia e tij e lartë mund të rezultojë nga një nxjerrje e dhunshme nga një yll që lëviz ngadalë, ose nga trashëgimia e lëvizjes së një ylli të vjetër që lëviz shpejt. Pa e ditur mekanizmin e nxjerrjes, nuk mund ta gjurmojmë origjinën e tij. A ka pyetur ndokush për rrymat, sepse ato nuk tregojnë asnjë lëkundje pavarësisht periudhës 16-orëse të rrotullimit. Është një nga anomalitë që theksova. Me modele normale si Tari do të prisnim lëkundje, kthesa për shkak të rrotullimit. Në vend të kësaj, rrymat ajrore janë të kolimuara fort sikur të ishin të fiksuara në hapësirë dhe kjo meriton shpjegim, jo heqje. Nuk mendoj se ka ndonjë konspiracion pas vonesës në publikimin e imazhit të High Grace. Është thjesht burokracia e NASA-s. Mbyllja e qeverisë ka ngrirë çdo publikim të dhënave që lidhen me Trei Atlas, ndërsa instrumentet e tjera kanë vazhduar të publikojnë imazhe normalisht. Imazhi i Trei Atlas është ngrirë për 45 ditë pa asnjë arsye shkencore. Në një mjedis akademik, studiuesit do t'i kishin përpunuar të dhënat në shtëpi dhe do t'i kishin publikuar menjëherë, mbylli apo jo. NASA, megjithatë, nuk funksionon në këtë mënyrë. Është përmendur gjithashtu mundësia që Trei Atlas të jetë i lidhur me sinjalin WOW të vitit 1977. Kam inkurajuar vëzhgimet radio. Meerkat analizoi objektin më 5 nëntor dhe vendosi një kufi të sipërm shumë të rrept. Në atë moment në diapazonin e frekuencave të vëzhguara, Atlas nuk po lëshonte as fuqinë e një telefoni celular. Së fundmi, nëse Atlas do të ndryshonte drejtim ose do të lëshonte anije të vogla, sa kohë do t'i duhej për të arritur në tokë? Do të varej nga ndryshimi i shpejtësisë. Në një punim të botuar disa muaj më parë, ne llogaritëm të gjithë skenarët e mundshëm. Në varësi të delta V të marrë, mbritja mund të ndodhë brenda pak muajsh. Lidhur me vërtetësinë e imazheve, duhet të besojmë shkencëtarëve. Shkenca bazohet në besim dhe transparencë të dhënave. Nëse studiuesit do të donin të falsifikonin imazhet e Trei Atlas, ata nuk do t'i kishin turbulluar ato. Nuk do të kishte kuptim dhe nuk ka asnjë tregues manipulimi. Tani do të analizojmë materialin në dispozicion. Megjithse, nuk pres ndonjë zbulim vendimtar nga ajo që u tregua sot. Përgjigjet e vërteta do të vinë në javët në vinim, kur të kemi të dhëna më të mira nga të gjithë teleskopët. Me mua, ajo që shihni është ajo që shihni. Gjithmonë do t'ju them saktësisht atë që mendoj.